Një ndryshim i madh po vjen për miliona të rinj. Rrjetet sociale do t'i mbyllin dyert për të gjithë përdoruesit nën moshën 16 vjeç dhe kjo do të ndodhë brenda pak ditësh duke filluar nga Australia. Nga 10 dhjetori, platformat më të përdorura në botë, përfshirë Facebookun, Instagramin, TikTokun, Snapchatin, YouTube e të tjera, detyrohen të çaktivizojnë automatikisht çdo llogari që i përket një të mituri. Dhe kjo listë pritet të zgjerohet. Jo të gjitha aplikacionet do të preken. Disa prej tyre, si YouTube Kids, WhatsApp, Messenger dhe platforma të tjera edukative, do të mbeten të hapura për përdoruesit e rinj. Se si do të verifikohet mosha, çdo kompani do të përdor metodat e veta. Meta nuk po jep shumë detaje, Snapchat po mbështet në sjelljen e përdoruesve, ndërsa TikTok premton një teknologji shumë shtresore për identifikimin e moshës së vërtetë. Kur ndalimi të hyjë në fuqi, adoleshentët do të mund të shkarkojnë dhe ruajnë çdo foto apo mesazh para se llogaritë e tyre të mbyllen, ose të fshihen plotësisht me dëshirën e tyre. Autoritetet paralajmërojnë se zbatimi nuk do të jetë i përsosur që ditën e parë dhe platformat nuk do të ndëshkohen menjëherë. Por pavarësisht sfidave, ky vendim shihet si një nga lëvizjet më drastike që synon mbrojtjen e fëmijëve në mjedisin digjital.